Në ekranin e televizionit Alsatmë, sonte në orën 20 drejt për drejtin nga Salla Universale e Shkupit, transmetohet festivali Fest Nota e Artë. Bëhet fjalë për edicionin e dytë të këtij festivali mbarkombëtar të këngës popullore. Të gjitha dhuruesit e gurrës popullore sonte do të kenë mundësi të dëgjojnë kompozime të reja, po edhe këngë të dëgjuara të cilët do të vinë si në versionin e tyre origjinal, ashtu edhe të përpunuara me rrymat e sotme nga të ftuar special të festivalit. Edhe këtë vit, drejtoria e festivalit është përpjekur të bëjë një përzgjedhje të duhur të këngëtarëve pjesëmarrës. Do të ketë këngëtar nga të gjitha trojet shqiptare, përfaqësuese nga disa qytete të Maqedonisë, këngëtar nga Kosova dhe Shqipëria. Më konkretisht, 21 pjesëmarrës do të bëjnë pjesë e garës së sotme. 3 çmimet e para ndahen po sotën nga publiku në sallë dhe shikuesit përmes televotimit, në numrin e telefonit 141 345 dhe pastaj numrin e këngës për të cilën votoni. Prezantuesit janë nga Shqipëria, Adriano Rama dhe Arianita Toqi, ndërkaq Këshilli Artistik i festivalit do të ndajë çmime të tjera për tekstin, muzikën, orkestrimin, interpretimin dhe paraqitjen më të mirë skenike. Janë 8 çmime të tilla si dhe disa mirënjohje për të ftuarit special. Të ftuar do të jenë këngëtari Arimzi Osmani dhe vëllai i saj Nexhat Osmani nga Kosova. Nga Maqedonia është këngëtari Selami Kolonja, ndërsa nga Shqipëria është Emadja Eli Fara. Biletat e festivalit kushtojnë vetëm 250 denar, të cilët mund të blihen në Sallën Universale në Shkup. Vitin e kaluar, festivalin e parë të muzikës popullore Fest Nota e Artë e fituan dueti Aziz Murati dhe Lindita Hakaj me këngën S'pas ke qenë kismet. Këtë vit, ky festival rikthehet në ekranin e Alsatmë, i cili është edhe një prej sponsorëve të tij.